Luan, kjo video është për ty. Sot do kanalizoj një guid të shkurtër se si do jetë viti I kalit për shenjën tuaj. Mos harroni që kjo është një guid e përgjithshme dhe nuk aplikohet për secilin prej jush, dhe ju që doni guidat personalizuara, duhet rezervoni guidën tuaj kundrejt një pagese, duhet më shkruani gjithmonë në Instagram. Para se të vazhdoj guidën, po të vinë një re, drita ime është fikur. Pse është drita ime fikur? Është për t'ju thënë juve Luan që hej, kthehuni tek vendi që ju takon. Gjeni dritën tuaj brenda jush, sepse momentalisht ju ndjej shumë të fikur. Ju ndjej të shkëputur nga më e mira juaj, ju ndjej të shkëputur nga konfidenca juaj apo nga manifestimet e juaja. Kështu që fikni çdo dritë të jashtme dhe ndizni dritën brenda jush. Të shohim se si do jetë viti I kalit për ju. Një të pavendosur shumë, duhet rënjësoheni, sepse po kaloni një transformim në çdo nivel të mundshëm. Është sikur perandoria juaj, ose më saktë keni zbuluar që perandoria që ju kishit deri më tani, apo po drejtoni deri më tani, në fakt është një iluzion, ose më saktë është e gabuara. Është jo ajo që ju duhet jeni të drejtoni dhe tani, ajo perandori është qarë në dysh dhe ju po bëni një reflektim të thellë çfarë duhet qëndrohet, çfarë duhet të shkojë. Me pak fjalë, do kaloni një transformim të rënjësishëm që do ju preki çdo fushë të jetës tuaj. Përqafojeni këtë transformim dhe lejojeni veten tuaj që drita juaj hyjnore të hyjë komplet në gjithë qenien apo në shoqërisë tuaj. Vazhdojmë një mesazh tjetër. Jeni shumë të pavendosur, ke gjithmonë këtë energji. Sa herë bëj guida për ju, jeni gjithmonë të pavendosur dhe të pakënaqur. Po, konfirmim për atë që po thoja, por njëkohësisht dhe konfirmim që po, do kaloni një transformim të thellë. Disa prej jush ndoshta ende se kanë filluar, por ndjej që një pjesë për ju shumë e mirë ka kohë që ka filluar transformimi dhe sa vjen në bëhet dhe më intensiv. Sa më shumë ta përqafoni këtë transformim, aq më lehtë do jetë për ju. Sa më shumë të shmangeni, aq më e vështirë do bëhet. Kështu që merrni këtë sekret që po ju them tani, përqafojeni transformimin dhe lejojeni veten tuaj të dilni pasi viti I kalit të mbaroj një person komplet tjetër me një realitet të ri që të jetë sa më shumë në harmoni me shpirtin, zemrën, mendjen dhe trupin tuaj. Dhe një mesazh tjetër, Council of Light. Besoni tek vetja juaj, po besoni dhe tek forcat hyjnore që janë më të mëdhaja se ty, se mua e të gjithë ne bashkë. Besoni që ekziston një plan I madh hyjnor ku çdo gjë që ti bën, apo çdo gjë, apo në çdo drejtim që ti ecën, ti je I suportuar tërkohës. Ndjeje këtë suport, është në nivel njerëzor, është në nivel shpirtëror, është në nivel energjetik, po gjithashtu edhe skuadra juaj shpirtërore ju mbron tërkohës. Hapuni, kërkoni ndihmë, nuk është turp të kërkosh ndihmë dhe lejojeni ndihmën t'ju ofrohet dhe t'ju vijë dhe besoni që pas këtij transformimi çdo gjë të shkojë mirë, sepse asgjë e mirë nuk vjen nëse ne nuk transformohemi, nuk rritemi me çdo nivel të mundshëm dhe çdo moment apo çdo transformim I rënd që ne kalojmë gjithmonë shpërblehet me gjëra shumë të mira. Ky është ligji I jetës, kështu duhet ta pranojmë dhe të rrjedhim me të. Luan ju uroj një vit të mbar dhe uroj që drita juaj të shkëlqejë sa më shumë tjetër mundër. Patrim dhe shihemi në guida tjera.